Të dashur miq të Fox News, të dashur teleshikuesit e mi të Fol me mua, ja ku është sezoni 3 këtu në salonin e Arte Butik. Por ne ndërkohë kemi zgjeruar dhe salonin ton. Nuk do të kemi vetëm gra, por do të kemi këtë sezon edhe burra, që t'jemi sa më afër estetikës, bukurisë, mendimit dhe çdo gjëje që jeta e këtij qyteti, e këtij vendi e tërheq dhe e thërret. Dhe unë të sezon të ri, doja ta filloj me një personazh që të më sillte mbarësime, një personazh i cili kudo që futet sjell gëzim. Unë do thosha ai është kthyer në fakt në epitomën e gëzimit të këtij qyteti, do guxoja edhe të këtij vendi, thosha. Ndërkohë ai është njeriu që solli një epokë të re në jetën sociale të Tiranës. Nuk e di se si e bëri këtë, por ai rrëmbeu zemrat e gjithkujt. Duke rrëmbyer zemrat e gjithkujt me qasjen e tij, solli një modë që në qytetin tonë nuk ishte parë deri më sot. Por ai diti ta bëj, si diti ta bëj ai këtë gjë. Është gjithmonë kuriozitet për miqtë e tij më të afërt dhe për njerëzit e tij më të largët që e duan në jetën e tyre me mesazhe, me takime, me këshilla. Ky njeri, për gjithë ata që e njohin, me siguri e kanë menduar kush është afër meje, është miku im më i mirë, është personazhi më in i Tiranës, është njeriu më modern i momentit. Ai është Eraldo Rexha. Rovi, tani që ne të dy duhemi, këtë e din të gjithë, po që ti do më bëje mua gjithë këtë dedikim kaq të bukur publik, për mua është emocion shumë i veçantë, nuk dua që të kthej qokën edhe të them të gjitha ato gjëra që mendoj për ty, po jam i sigurt që bashkë me mua janë ndjekës edhe fanatik të tut shumë njerëz me shije edhe shim të këtij qyteti për gjithë gjërat e bukura që ke bërë edhe vazhdon t'i bësh për t'i edukuar shijet e të gjithë njerëzve. Unë nuk i thash fjalë të mira që të ma kthesh, se ti ma kthejnë gjithë kohën mua me të gjitha, në të gjitha ditët tona, me të gjitha mënyrat, mundësitë dhe me dëshirën tënde sigurisht, por prandaj e thashë nuk është kthim qoke, është thjesht diçka që e ndjej dhe patjetër e them gjithmonë sa herë edhe në Fol me mua. Mirë thuaj, po ky është emisioni yt, sot do flasësh ti në fakt. Unë do të të lës, se ne të dy po filluam të flasim, do ndërpresim njëri tjetrin. Sigurisht Eraldon e njohim të gjithë. Unë nuk mund të them se sa i mençur është ai, se sa i përgatitur dhe se sa i pjekur. Është vetëm 30 vjeç Eraldo Rexha, por mund t'i marrësh mendime për një mori gjërash. Si ka mundësi Eraldo që ti harrite të bëje diçka që në qytetin e Tiranës kishte qenë pothuajse e pamundur, të bashkoje në një konsensus kaq shumë njerëz dhe të cilë një lloj dashurie të pa kushte dhe të pa matë për një person të vetëm siç je ti? Kjo është një nga gjërat, unë besoj që kjo është gjëja më e madhe që kam arritur unë deri më sot si madhor. Çfarë mendojën që më solli mua drejt kësaj rruge është pikë pari qiltërsia dhe sinqeriteti me cilën nisa çdo marrëdhënie. Domethënë, unë zgjodha ta dua Rovin, pikë pari Rovi, unë të gjithë njerëzit që më rrethojnë sot i kam dashur përpara se t'i njihja, si artist, si personazhe ekrani dhe sigurisht qasja ime ndaj tyre në fillim ishte edhe qasja e një fansi, pavarësisht se sot raportet kanë ndryshuar dhe unë përveç se jam fansi të tyre jam edhe mik i tyre, jam pjesë e përditshmërisë. Kjo besoj, pika e parë ishte fakti që nisa këtë raport me dashuri, me çdo njeri. Edhe unë, edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se sa e njoha, por nuk e njoh një person, zgjedh që fillimisht ta dua. Le të zgënjem në vazhdim, po unë fillimisht do ta dua atë person, pavarësisht faktit që e njoh pak apo e njoh shumë, e kam pëlqyer apo jo në veprimtarin publike ose jo publike, unë zgjedh që njerëzit i dua pa më dyshje edhe pa kështu prapaskena. Nuk dua që raportet ndërtoj me baza interesash, pavarësisht se sigurisht ne japim dhe marrim në një raport, prandaj quhet marrëdhënie, po nuk është se i bëj gjërat për njerëzit që të pres nga ata diçka bek. Edhe mendoj që çelësi i këtij suksesi në të vërtet është pikërisht kjo, ulja e pritshmërive në dysheme. Nuk kam pritshmëri nga askush, edhe nuk, domethënë unë sigurisht gënjem, mërzitem se edhe unë njeri jam prej gjaku edhe mishi, nuk është se
Nuk e do të mirën. Jam kaq i ftohtë ndaj gjërave që ndodhin, sa nuk e vras mendjen edhe po ma bëre një të keqe për krave dhe po s'më përgjigjet pozitivisht ndaj një projekti apo një propozimi që unë kam sigurisht për mirën e përbashkët, por nuk është se ngarkoj veten me këtë energji që si ma bëri, unë do t'ja bëj, domethënë ti fuz vetes të ndjenjen e keqe të hakmarrjes ose ku di unë të keqes për ta parë tjetrin me të keqe. Kështu që mendoj që gjithë dashuria që marr është pa diskutim rezultati i asaj që jap. Kam zgjedhur që pa asnjë mëdyshje të jap njerëzve vetëm dashuri. Edhe patjetër, edhe ata janë investuar në këtë marrëdhënie, njësoj sa unë, ndoshta dikush më pak, dikush më shumë, po të gjithë kur e shikojnë që marrin dashuri dorëzohen, se nuk ka asnjëri nuk rri i ftohtë përballë dashurisë. Njerëzit e dinë që unë nuk është se kam ndonjë gjë për interes ose për shtirje. Unë nëse e dua rovenën, unë e shfaq që e dua rovenën. Argëtohem, gëzohem, i përqafoj njerëzit, kam qejf që njerëzit i kem afër. Po, the njerëzit dorëzohen përpara dashurisë. Po. Duke sikur ke gjetur Chelsea-n ti, se ky në fakt është Chelsea. Apo jo? A jep ky qytet, a japin ta njerëz dashuri se ti dhe dashuri dhe more? Unë mendoj që gjithmonë nëse jep dashuri, sigurisht dozat nuk janë asnjëherë të njëjta, se ne asnjëherë nuk i duam njerëzit sa që na duan ose nuk na duan sa që duan. Domethënë, ka njerëz që na duan ndoshta më shumë siç i duam ne ata, siç ka të tjerë që ne i duam më shumë se që na duan, po me rëndësi është që të ndodhi ky shkëmbim. Në doza të vogla, në doza të mëdha, për sa kohë njerëzit vendosin të japin dhe të marrin dashuri, mendoj që nuk ka mundësi që të shkojë keq gjëja. Pastaj po u thoqe nga të tjera qëllime në jetë, pa diskutim aty ka vend për gabime, mendoj unë, edhe për hatërmbetje, edhe për inate, edhe për këtë energjinë e keqe që ne gjithmonë ankojmë që lëviz në qytetin tonë. Në gjithë vendin ndoshta, thuhet, në Shqipëri ka një energji jo të mirë. Njerëzit e kanë të energji ndoshta. Njerëzit e bjellin energji në Rovena, nuk e bjellin vëndin. Malet dhe fushat. Ne vdesim, ne po të shikojmë malet dhe fushat që ka Shqipëria, detet, lumenj, natyra të lë pa fjalë. Domethënë, ti e kupton që ajo gjëja e keqe që lëviz në këtë vend janë njerëzit. Njerëzit që zgjedhin të mos mbjellin gjëra të mira, se ka plot njerëz të mirë ky vend. Edhe ne fatmirësisht i kemi gjetur dhe i kemi afër. Po, prandaj ndoshta buzëqeshim dhe kalojmë mirë vazhdimisht. Eraldo, ti ishe i lindur për të qenë i dukshëm apo jo? E ke menduar, kur e ke menduar ti që ti ke lindur për të qenë i dukshëm? Do të një histori që është shumë interesante. Unë kur kam lindur në vitin 92. Ka qenë një vit krize për Shqipërinë, domethënë mundësit nuk kanë qenë si këto që janë sot, jo, pas ato që kanë qenë ndoshta një dekadë më vonë pas i linda unë. Edhe mua kur sapo kam dalë nga barku i tim me mëje, më kam pritur me gazeta, ma kanë shtruar me gazeta atë vendit. Në këto kushte, mami, vite më vonë, thonë mua që, "Eri mami, ti sikur të shkrua ky fati, sepse ti do të thonë prita me gazeta edhe le të themi eksperjenca e parë serioze që unë mora një pozicion të vërtet në media, ka qenë në gazeta shqiptare, kështu që unë duket sikur e kisha simbioz që erdhi bashkë me lidhjen time. Fjala e para, se gazeta është një fjala, dhe pastaj është dukja. E kam dashur fjalën, shiko, unë nuk kam qenë kaq i zoti sa që jam sot në artikulime dhe në oratori, domethënë kam pasur sigurisht momente ku kam qenë shumë më intimiduar, nuk e merja fjalën. Nga ndroja ka ardhur, jo nga përgatitja jote. Nga ndroja ka ardhur, po kisha një fat të madh që kisha një motër më të madhe, Jolën, të cilën e përshëndes, ajo është e përshëndesim dhe në Amerikë na shohin. Na sheh patjetër. Edhe në fillim unë kur fillova të shkruaj në gazetë,
shkruaja me artikujt e Jolës, do me thonë unë i thoja Jolës, dëgjoj, duam të bëjmë këtë gjë, dhe unë ja jepja idenë, po ishte Jola në të vërtetë ajo ekzekutusja. Dhe unë merja le të themi meritat e artikujve që shkruheshin prej saj. E tregove një sekret, ky është një lajm. Lutem ju të webit. Derisa erdhi një moment që unë ma bëja më këtë gjë, se unë fillova të shkruaj për ditë në gazetë, edhe unë nuk mundet të kërkoja Jolës çdo ditë që të bënte punën time. Që të shkruante artikujt e tu, shkrimet. Domethënë tani mua më kthyen në lifestyle. Edhe në fillim vidhja fjalët e Jolës, pastaj sigurisht lexoja shumë gazeta. Mendoj që një nga gjërat që më ka ndihmuar më shumë në personazhin që u shndërrova më vonë, ishte fakti që unë shfletoja gjithçka çfarë bënin kolegët e mi. Edhe sot e kësaj dite, unë prapë jam njësoj i vëmendshëm ndaj gazetave. Kishe ndonjë të preferuar jashtëzakonisht që ti e mban mend dhe sot që të linte mbres stili i tij, gjuha e tij? Po mua përgjithsisht më kanë pëlqyer shumë revistat rovi. Edhe ndoshta prandaj edhe mora këtë rrugën që mora. Po më pëlqente shumë si shkruante për shembull Iva Zefina, Iva Tiço, Zefina Hasani, Alida Cena, më ka pëlqyer shumë shkrimi i saj, analitik. Edhe i shtetoja çdo javë artikujt e revistave. Dalina Buze më ka pëlqyer shumë se si ka shkruar. Kisha modele brenda redaksisë me nga cilat frymëzohesha, për shembull Fatmira Nikollis, shoqja ime e ngushtë sot, më pëlqente shumë se si shkruante, kishte një stil shumë të mirë, kritik të shkruarit të problemeve të kulturës. Pastaj në botën e suplementeve kisha Ilda Lumani, që ishte shefja ime dhe e parë, edhe patjetër më pëlqente Ilda për gjetjet që bënte. Nila Basha, Rez Delisula, Erl Murati. Ka qenë një shkollë vërtet gazeta shqiptare në vitet që unë kam jetuar. Edhe e kam thënë gjithmonë edhe e them edhe sot, besimi që më ka dhënë Nila Basha kur unë kam qenë pa mbushur 18 vjeç, nuk besoj që mund ta japi një punëdhënës tjetër ose një shef tjetër redaksie. 18 vjeç, po. 18 vjeç ajo më tha mua ti do jesh shefi i Bluetooth-it. Bluetooth-in atë kohë ka qenë le të themi një nga suplementet më të fuqishme, më i madh që ka pasur Shqipëria. Domethënë ti nëse dile në Bluetooth, ishe lajmi gjithkush i referoi Bluetooth-it atëherë. Më i lexuar i fundjavës. Edhe personazhi më i lakuar i fundjavës. Mua e përmendim edhe sot në biseda që më binte telefoni nga njerëz të politikës, më thonë pse s'na ke nxjerrë të javë në Bluetooth, edhe unë habitesh e thoya, "Ua, pse duhet po? Pse duhet dalë?" Merr mua në telefon, më thotë se s'na ke nxjerrë të javë në Bluetooth, njerëz me shumë pushtet, edhe me peshë sigurisht. Edhe sot patjetër gëzojnë statuse të rëndësishme në jetën politike. Edhe ishte çudi që një 18 vjeçari i binte çdo javë telefone nga njerëz deputet parlamentit, ministra, që pse sa nxorë këtë javë. Ne kishte një rubrikë ku flisnin për stilin e politikanëve ose për preja pikërisht për çfarë ndodh me politikanët jashtë kuvendit. Edhe kjo ishte gjëja që ata vdisnin ta shfletonin, ta gjenin veten brenda atyre rubrikave. Andi Saratani më ka thënë një herë kur mbushëm 300 numra Bluetooth, më ka thënë e kam lexuar gjithmonë Bluetoothin pa i rrudhur buzët. Domethënë pa i rrudhur fytyrën, se pavarësisht faktit sa ironik apo sa pra argëtonte, e ka kënaqur Bluetoothi. Mund të ishte artikulli për këtë, ai prap gjente aty diçka që e gëzonte edhe ishte në vëmendje. Vëmendja e bënte. Unë mendoj që vëmendja ka bërë më tepër mos rrudhi buzët, sepse njeriu pas ka shumë dëshirë për vëmendje, Eraldo. Po, njerëzit, sidomos ata që i takojnë jetës publike, e duan vëmendjen. Jo më kote zgjedhin, se ti ka plot njerëz rovi që bëjnë gjëra të mëdha, edhe që mundet të jenë të dukshëm pa një pa dy, edhe zgjedhin të jenë në hije. Edhe kjo vjen nga dëshira për mos qenë para dritave të projektorëve, kamerave, domethënë në mënyrë metaforike. Kështu që patjetër ata që duan vëmendjen edhe që e marrin atë, pastaj e kërkojnë gjithkohon, nuk ka një moment që duan dalin jashtë projektorëve. Dgjoj, unë mendoj që pa diskutim vjen një moment që lodhesh, velesh, po prap unë e shikoj edhe me personazhe që e kanë zgjedhur vetë tërheqjen nga jeta publike, ka gjithmonë, kur i takoj, thonë, çfarë thonë për mua? Ka gjithmonë një kuriozitet që i mban në të lidhur me këtë elementin e famës
kuriozitetit të tjerëve për jetën e tyre. Më tregon një nga personazhet më të jashtëzakonshëm, se ti ke histori shumë të bukura, unë i di dhe po dua që ti dëgjojnë edhe miqtë tanë të Fox News që na ndjekin në Fol me mua, për më tepër që ka dhe shumë emigrantë. Unë do të më tregosh një nga ato momentet më të jashtëzakonshme me personazhe shumë të famshëm për shembull me Invën. Mund të tregosh diçka sepse Inva është një nga divat e artit shqiptar dhe ti ke gjëra shumë të bukura dhe sot Inva ty të ka jo vetëm mik dhe jo vetëm një nga njerëzit që këshillohet, por është bërë dhe fansja jote, ndërkohë që ti ke qenë një nga fansit më të mëdhenj të Invës për shembull. Më tregon një nga këto gjëra të lezetshme të tua. Edhe Inva është, domethënë, pikë së pari, kur e kam takuar për herë të parë Invën, unë nuk e besoja se, domethënë, Inva mulën unë deri në atë moment që e kam takuar, vetëm që hapi La Scalën, hapi, domethënë, sezone të rëndësishme në opera shumë të mëdha ndërkombëtare, edhe në momentin që e takova ishte edhe si përmbushje e një ëndre për të parë nga afër Inva Mulën. Pastaj është një miti që vjen bashkë me Invën, gjithë familja e saj, gjithë jeta e saj, gjithë mënyra se si ajo ka zgjedhur ta zhvillojë jetën është mbreslënse. Është mbreslënse, po edhe kuriozuese. Domethënë unë kam pas një kuriozitet shumë të madh kur e kam takuar Invën për herë të parë, të cilat i kam zbuluar gjatë një udhëtimi që kemi bërë vetëm unë dhe ajo nga Tirana në Korçë. Nuk e di për sa shumë gjëra e kam pyetur. Pastaj ne kemi bërë rrugë të shpeshta së bashku me makinë. Inva është një shofere fantastike, të jep mundësi që të bisedosh, edhe është përveç se dëgjuese shumë e mirë, është dëgjuese shumë e mirë, është frymëzuese. Një nga gjërat që unë për shembull kur i kam marrë për herë të parë intervistë Inva Mulës, e kam çuar në gazeta shqiptare, edhe shefat e mi të gazetës më thanë, ti po gënjen, më thanë, nuk të përgjigjet ty Inva Mula. I thash, jo, Inva Mula nga dhënë intervistë, unë doja t'i bindi ata që ajo po. E ka shumë kam në diktofon, se në atë kohë intervistat i regjistroni me një mjet që quaj diktofon, jo me telefon si që regjistroni sot. I thash, kam në diktofon intervistat, ato ishte kështu lajm i madh, dhe pastaj nisëm titra të rrëfehet nesër Inva Mula në Gazeta Shqiptare dhe News 24 kanë qenë gjithmonë të lidhura bashkë, edhe ne paralajmëronim çfarë do të kishte nesër ekskluzivitet gazeta, edhe e mbaj mend si tani bën titra nesër rrëfehet Inva Mula, ishte një ngjarje e madhe. Inva kishte një kohë të gjatë që i kishte vendosur blok gazetës shqiptare për shkak të një problemi që kishte pasur incidentet që kanë personazhet e famshëm. Edhe madje kishte nisur dhe një proces gjyqësor, edhe për gazetën ishte si ka mundësi që Inva të ka folur ty. Domethënë nuk ka mundësi që pra ti theve akujt me gazetës shqiptare me Invën. E gazetës shqiptare. Si su bëre redaktor direkte, ngritjen në detyrë menjëherë. Edhe Inva kur ma thot sot, e kësaj dite thot, e ti pse ta dash intervistën thot se ti me 30 gazetarëve që ishin në atë eventin ku Inva ishte prezente, ishte i vetmi që nuk ike deri në fund, pavarësisht faktit që në mbajtën konferencën për shtyp, dhe përgjithsisht pasi mbajtën konferenca për shtyp, gazetarët kanë aktivitetet të tjera që duhet të ndjeken, edhe pate guximin, unë isha 17 vjeç, akoma se kisha për 17 vjeç, pate guximin dhe erdhe më the, unë nuk i ke pa bërë një intervistë në ty, se unë kështu i kam thënë. Unë e di që ti do të thuash jo, po unë nuk i ke pa bërë një intervistë në ty. Si e bërë edhe detyrove? Nuk ishte alternativë tjetër, ose do ishte, dhe themi, harbute, që nuk i shkon Inva Mulës tjetë harbute, edhe arrogante, ose do më përgjigje. Ja, jem pirës ti, jesi ajo gjilpëra që të futet tak edhe të mpin, ti nuk të thot një ju do t'ja. Edhe më përgjigj. Po një element, një gjë që mua Inva, unë e kam si mesazh jete edhe gjithmonë e përdor. Ka qenë në fakt, nuk është një mësim që Inva ma ka dhënë nga jeta e saj, po ma ka dhënë nga një kompozitor edhe dirigent shumë i famshëm në një nga koncertet ku e shumta ku ajo ka udhëtuar në përbot. Familja e tij, ai më duket ishte, nuk jam shumë i sigurt edhe nuk dua që të bëj gabime, por ishte izraelit, edhe familja e tij kishte vuajtur nga genocidi nazist që është bërë gjithë kombit të Izraelit, edhe Inva e kishte pyetur ata, kishte humbur gjithë familjen. Në kampet e përqendrimit apo jo? Në kampet e përqendrimit, nuk kishte më asnjë familjar rreth vetes. Edhe në një bisedë me të e kishte pyetur, ku e qenë motivin ti, që e ka që gëzuar, se i pavarësisht kësaj,
Ishte një njeri që e gdonte jetën, i donte njerëzit, i ndihmonte të gjithë. Edhe e pyeta tha një ditë me kuriozitetin dhe naivitetin e njeriu që do ta di se si mundet njeriu të ringrihet pas do të gjej formulat e të qenit i lumtur dhe edhe ai kishte thënë Inda, unë çdo mëngjes ngrihem, hap dritarin, jetonte në një shtëpi private, edhe shoh fjen e barit që lëviz. Kur shoh atë, unë them, jeta duhet vazhdoj. Domethënë, tek ai te gjërat më të vogla dhe më të natyrale. Tek ajo fja e barit që lëviz, ne mund ta gjejmë motivin. Edhe mund të çohemi edhe të luftojmë edhe të japim drejtim gjërave që duhet. Njeriu kalon shumë momente dobësie në jetë, domethënë gjëra që nuk janë në dorën tonë. Ne nuk mund të ndryshojmë dot fatet që janë parashkruar. Sigurisht ne mundet ndoshta ti përmirësojmë ato, por nuk mundet ti ndryshojmë për gjithmonë. Unë kështu besoj. Kështu që me këtë motiv pas atij momenti që kam diskutuar me Invën këtë gjë, e kam gjetur gjithmonë më shumë. Të ka ndihmuar apo jo si? Ka dhënë një arsye? Në momente dobësie, se ne mërzitemi edhe për gjëra koti. Domethënë, në vlerësojmë ndonjëherë kaq shumë jetën tonë sa mërzitemi për situata që janë besoj të rëndomta në përditshmëri. Prishim ditë të bukura për shembull. Prishim ditë të bukura, prishim marrëdhënie të bukura, prishim energjinë tonë rreth e qark, se kur je i mërzitur vetë, nuk mund të transmetosh njerëzve që ke përreth emocione të mira. Natyrisht transmeton dhe atyre gjërat të këqija. Sidomos ata që janë të lidhur me ty, edhe emocionalisht, sepse ne, domethënë, gjithë miqtë e shokut e njerëzit që të duan janë shumë të lidhur me ty. Po mendoj edhe njerëz që i takon më rrallë. Për shembull, më ka bërë përshtypje, kam takuar pas shumë kohësh një mikesh, edhe më tha nuk të pash mirë. Edhe ti, domethënë, në atë moment thua pavarësisht faktit që unë nuk jam me të përdit, kjo gjë e keqe që po ndodh tek unë, edhe që unë po lejoj të ndodh, e ndikon edhe atë tjetrin. Kështu që shkëputemi Eraldo për pak publicitet dhe menjëherë kthehemi në pjesën e dytë të Fol me mua.